takimet e shumta që jam duke zhvilluar edhe këtë ditë, por edhe nga përvojat që kam pasur. Ekonomia e vendit tonë është në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Në bizneset ka nevojë për përkraje, ka nevojë për mbështetje. Normalisht tatimin do të më jam mbledh, sepse kanë detyrim ligjor. Zero tolerancë në mbledhjen e tatimit. Por në anën tjetër, edhe duhet të kenë trajtim të dinjitetshëm nga ana e shtetit. Nuk guxon ti trajtojmë na sikur kundërshtarë ose sikur një kategori që themi me terma çfarë kanë përdorur që unë edhe këtu në studio nuk më lejon karakteri jam. Nuk më lejon karakteri jam me çujt në asë forme, por unë pretendoj që ata duhet, sepse çaj ka qenë edhe gjithherë shmona i koncepti im që bizneset duhet të konsiderohen partner. Kur thuhet kanë më shumë para, nuk e di kujt cilës kategori referohet që kanë. Përndryshe, kushdo që del dhe ban anketë përditshme, ndoshta spontane, ndoshta me formë të organizuar, dihet gjendja e mirëqenies sociale të popullatës. S'ka bazë për me pas seriozitet sepse dim çfarë është gjendja. Tash nëse dikush tjetër i referohet se thotë ka rritje të pasurisë të popullatës për shkak se ka rritje të depozitave nëpër banka komerciale, po ashtu edhe ajo nuk qëndron. Por thuhet se ka rritje të pasurisë së popullatës, është një diçka që duhet të matet me shumë indikatorë tjerë. Me shumë indikatorë tjerë mates për marrë një konstatim i tillë. Oferta dhe kërkesa i vendos çmimet në treg. Marrja masave nga ana e shtetit me qëllim të themi kufizimit të çmimeve, normalisht aty ka hapësirë për të diskutuar për produktet bazike, për shkak që mund të jenë. Por çfarë duhet të veprojë shteti në këtë drejtim është që të paktën ta përcjell trendin e inflacionit me masa të cilat ja kompenzojnë vlerën e paras e cila humb për shkak të inflacionit. Po shumë në sektorin publik, edhe ato ka deklarime që ka rritje të paga këtu, por nga institucionet bazike që janë, me numër të madh të punësorëve, jo që kanë pas rritje të paga, por një pjesë e madhe stafet kanë pas edhe rënje të vlerës së pagave. Ty nis për administratat timore që ishin ato, mbi 50% e stafit bazuar në ligjin e pagave, kanë paga më të ulta se sa që kanë pasur në vitin 2022, pra para fillimit të implementimit të ligjit të pagave, po ashtu dogana, po ashtu policia e Kosovës. Pse ka ndodhur kjo? Dogana, policia e Kosovës, administrata tatimore e Kosovës kanë pasur disa shtesa krahas pagës bazë, të cilat i kanë marrë në emër të rrezikshmërisë që i kanë shfaqur për ditëshmëri për shkak natyrës së punës. Edhe ato shtesa tash janë eliminuar tërësisht. Tash nëse shefit banë referencë pagën bazë, e ke pas kushtimin shtemi 500 euro, tu ka bo 600 euro me ligjin e pagave, por kur e ke pas pagën bazë 500, e ke pas 200 euro shtesë, 700 e ke marrë, punëtorit e interesant sa i merë. Jo matematikat brenda strukturës e pagës si ndërtohet, po sa i merë në fund të muajit. Edhe shtesat të hjekën, paga bazë ke e njëjta, ushtu 100 euro, banë 600 euro. Ai 100 euro i merr më pak në llogari bankare. Edhe ku më mojt motivin për me bë punë të mira, për me luftu informalitet, ose policia me rrit sigurinë në trafik, komunikacion në raport edhe me vendet shinje, ose të doganat me luftu kontrabandën. Andaj mendoj që këtu duhet punohet shpejt, në kuptim të urgjente është për me rrit mirëqenien e këtyre kategorive të njerëzve, të cilët janë në përditshmëri, po janë edhe një armë fuqishme e shtetit për të vendosur rend dhe ligj, po të njëjtën kohë për të luftuar kontrabandë, informalitet brenda ekonomisë.